Kreu i SPAK-ut Altin Dumani u përgjigj sot në kuvent pyetjeve nga përfaqësuesit e opozitës, ku nuk mungoi edhe një pyetje lidhur me kryeministrin Edi Rama. Dumani u shpreh se për SPAK-un nuk ka të paprekshëm. Dumani shtoi se për prokurorët e posaçëm emri nuk ka rëndësi. Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën? Pse nuk mban ai përgjegjësi penale për çështjet e mërsipërme pasi rendit disa çështje? Për shembull, që ka miratuar në këtë kuvend ligje që i ka shkruar Klodian Zoto, e keni thënë ju. Nuk e kemi thënë ne si opozit. Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë këto raste që ju përmendni, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Siç edhe herë të tjera kam deklaruar publikisht, për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Në çdo procedim penal, hetimi zhvillohet fillimisht për faktin penal dhe mëtej në drejtim të autorëve të mundshëm, u shpreh kreu i prokurorisë së posaçme.